Nderuar zonja zotrin delegat të kuvendit të kombëtar të Partisë Demokratike, i nderuar miku ynë strategu ynë i fitores dhe njëkohësisht strategu i fitores presidentin Trump, Chris Lasivita, i nderuar dhe i dashur kryetari i Partisë Demokratike, kryeministri i jashtëm i Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha, të nderuar zonja e zotërinj qytetarë që na ndiqni. Këto dy ditë, dje dhe sot, për ne, për demokratët, për Sali Berishën, janë një startim madhështor drejt suksesit të shumë pritur prej vitesh, drejt fitores së padiskutueshme. Këto dy ditë, me pjesëmarrjen, entuziazmin madhështor, me energjinë fantastike që u përcove dhe po përcillet shqiptarëve, janë preludi i rikthimit të shpresës, i rikthimit të besimit tek fitoria dhe i rikthimit në pushtet të Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike. Këto dy ditë tregojnë se një forcë politike si kjo jona, një lider si Sali Berisha, kanë gatnjur mbi çdo sfidë dhe janë treguar të pathyeshëm. Këto ditë kanë treguar se një lider dhe një forcë politike si Sali Berisha dhe Partia Demokratike u ngritën si sfinksi atëherë kur të gjithë menduan se i azgjësuan, atëherë kur mbi ta u derdh mledh dhe vrerë pafund për t'i azgjësuar. Pra, ky startim drejt fitores për ne është kurorëzim i sakrificave, i përpjekjeve, i luftës, i punës dhe mundit që ju, antarë të këtij kuvendi kombëtar dhe demokratët fisnik kudo që ndodhen në Shqipëri, bën për të mos u nënshtruar, për të mos u dorëzuar, për të fituar, për të ngadhnyer. Kalvarin që Partia Demokratike dhe Sali Berisha e kaluan këto vite nuk e ka kaluar askush. Dhe ja ku vinë sot, jo vetëm si forcë politike e bashkuar dhe energjike, por vinë sot me një program dhe një angazhim që sjell zgjidhje për qytetarët dhe zgjidhje vetëm për qytetarët. Një program që ka në qendër hallet dhe problemet e shqiptarëve dhe zgjidhjen e tyre. 4 vite më parë, të dashur miq, askush nuk mendonte se do vinte një ditë si kjo e sotmja, që përpara qytetarëve një ofertë, me të vetmen ofertë, një program, si vetmi program për të shpëtuar vendin nga kolapsi që ka shkaktuar qeverisja e korruptuar dhe inkriminuar e Edi Ramës, do të ishte dhe do sillej, do vinte këtu nga Sali Berisha dhe nga Partia Demokratike. E kush e mendonte para këta vitesh se Sali Berisha do t'ja dilte, atëherë kur ata menduan se azgjësuan, kur ndaj tij u vërsulën me një komplot mafioz, ku morë pjesë George Soros, kukulla e tij Edi Rama, me Konigali, Blinken, Kimetja, e të tjerë soj si puna e këtyre, askush pra nuk mendonte se do t'ja dilte Sali Berisha dhe Partia Demokratike, se do t'vinte ai për mbjell shpresën ndër shqiptarët, se do t'ishte ai e vetmja alternativë e besueshme dhe e dashur për shqiptarët. Ja pra që ja doli Sali Berisha, ja dolëm ne demokratët që mbështetëm dhe që vrapuam, punuam, nuk reshtëm së besuarit tek ai dhe tek forca jonë politike. Ndaj mbrëm dhe sot, shqiptarët ishin dëshmitar të mëdhej të një ndryshimi që po ndodh para syve të tyre. Ata panë se si Sali Berisha dhe Partia Demokratike ju ofrojnë një ardhme të sigurt dhe të begatë shqiptare. Ata panë mbrëm dhe sot një diferencë të madhe mes të shkuarës dhe të ardhmes.
ata panë se si, sot, Gjirizi, Kuglonin, mint atje vetëm kundërboj, po jo vetëm kundërbonte drog, krim dhe korupcion, por kundërbonte Gjirizi dhe mint të merruar lëvrisin aty te kryemiu, te rrotull kryemiut për t'i bërë qefin, hidheshin në valle. Por qytetarët panë sot se asgjë nuk u fol për ta. Asgjë nuk u fol për shqiptarët. Sot panë që të vallëzohej një valle, siç është ajo kënga, Vallja e Hajdutëve, që Labëria e kujton mirë. Në vend që të flitej për hallet e tyre, ajo valle e Hajdutëve ishte poshtrim i madh për pensionistët, më të keq paguarit në rajon. Ishte një poshtrim i madh për të rinjt, për mësuesit, për mjekët. Ishte poshtrim për ato mira familje që mezi mbyllin muajin dhe provojnë çdo ditë sfidat e mbijetesës. Ata, hajdutët e Gjirizit, festuan sot në shesh, festuan luksin e tyre, plaçkën edhe miliardat që kanë plaçkitur për 3 mandate. Dhe të paturp siç janë me vallen e hajdutëve, ata fyen çdo shqiptar të thjesht, çdo shqiptar të varfër. Ata fyen çdo njeri që dinjitetit i thot dinjitet, çdo njeri që shpresës të shpresë dhe familjes familje. Ndërsa Sali Berisha dhe Partia Demokratike kanë 2 ditë që vinë dhe japin një program në më të shkëlqyerin që ka parë ndonjëherë ky vend. Sot Sali Berisha i garanton shqiptarët se do t'ju jap qeverinë më të dashur, më të dhemshur, qeverinë që do kujdeset për ta, qeverinë që për cilën ata kanë nevojë. Ne në këto 2 ditë bëm diferencën para shqiptarëve dhe gjithë edhe ndërkombëtarëve. Ne bëm diferencën, një diferencë që kuptohet mirë. Shqiptarët panë çfarë energjie u shirua mbrëm dhe po shirohet sot, dhe çfarë energjie negative. Por solli vallja e hajdutëve tek Gjirizi që po largohet dhe që ne do ta pastrojmë. Nuk ka pasur ndonjëherë vendi ynë ofertë dhe alternativë më të mirë ekonomike. Nuk ka pasur kur ndonjëherë zgjidhje hallet dhe problemet e shqiptarëve sa që kanë sot tek programi që Sali Berisha ju paraqet atyre. Dhe çfarë ju shton vlerë më shumë këtyre pikave të programit është fakti se ky program vjen nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike që kanë treguar me vepra se realizojnë premtimet, se e mbajnë fjalën e dhënë, se bëjnë punët e mëdha. Sali Berisha dhe Partia Demokratike nxorën vendin nga izolimi i thellë. Ishte akt madhështor ky. Ndaj sot Sali Berisha besohet se do ta bëjë Shqipërinë madhështore. Sali Berisha dhe Partia Demokratike liberalizuan vizat, akt madhështor që i bëri shqiptarët të barabartë me europianët. Ndaj sot Sali Berisha besohet në premtimet e tij. Sali Berisha dhe qeveria e Partisë Demokratike dyfishuan pagat e pensionit në një kohë kur buxheti ishte sa gjysma e këtij që është sot. Pra, u bën projektet nga më madhështoret, u bashkua kombi me autostrada, u lidh jugu me veriun, lindja me perëndimin. Këto janë gjitha arritje madhështore. Prandaj sot ne ju themi shqiptarëve, po, do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Sali Berisha do ta bëjë atë. Prandaj është rikthyer. Siç u rikthye për të shpëtuar Partinë Demokratike, sot është rikthyer të shpëtojë Shqipërinë nga katastrofa ku e ka futur rilindja dhe Edi Rama. Sali Berisha është i besueshëm sepse ai nuk humposh kurrë. Ai shpëtoi PD-n, siç e thash, dhe tani në qendër të programit të tij ka për të shpëtuar edhe shoqërinë shqiptare. Tani ai lider është këtu për ta çuar misionin e tij deri në fund. Ta shpëtojmë Shqipërinë, të rikthejmë shpresën, ne do fitojmë, Shqipëria do fitojë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft fitoren tonë.
Fitore dhe fitore.